është gjë e mirë që jemi ndër shoqëritë, ose ndoshta shoqëria më e lumtur në Evropë me disponimin më pozitiv. Konsideroj se jemi mbasi edhe vendi të e pas parasysh edhe gjendjen ekonomike edhe konsolidimin e institucioneve që e kemi, mund të jemi ndër vendet më të sigurta në botë. Edhe kjo nuk e bën vendin imun ndaj problemeve të natyrave të ndryshme, konflikteve në mes njerëzve, në mes njerë edhe mes grupeve, klaneve, edhe pse krahasu me gjendjet në shtetet përreth neve, konsideroj se gjendjet tek ne nuk është alarmante. Shiku nga ky këndvështrim, këndvështrimi statistikor. Mirë, po ne këtu po flasim si një qasje fetare. Qasje fetare, përveç asaj, por edhe është motivi i brengës. Ne po flasim këtu si të brengosën, andaj edhe vetëm një rast me e pas të mosmarrëveshjeve ndërmjet njerëzve, ajo për neve duhet të jetë shqetësuese. Jo pse ka ndodhur, për arsye se nëse kemi të bëjmë me situatat që tani më kanë ndodhur, qasja duhet të jetë ndryshe, si ta minimizojmë konfliktin, si të minimizojmë pasojat, si të përpiqemi të pajtojmë njerëzit që megjithatë kanë arrit deri te mosmarrëveshja. Mirë, po do të duhej mbase të investonim shumë, e kjo sigurisht nuk është gjë e lehtë, për të parandaluar, për të prevenuar ndodhjen e këtyre konflikteve dhe mosmarrëveshjeve. E si mundet me ndodh kjo, mendoj se ne si fetar kemi bagazh i cili na ofron komoditet në këtë aspekt, edhe këtë komoditet mundëm me e përjetu edhe me apliku, jo vetëm në qarqet fetare, po mendoj se si ofertë mundëm me adhon gjithë shoqërisë. Mbasi do t'ishte mirë të nisemi pikrisht nga ajo që u themi nga njerë ato shprehjet magjike, më falë, të lutem, si urdhna, faleminderit. E thash, të gjitha këto me një shprehje ose në cilin do komunikim thyen shumë barriera. Kur thyen barriera, mendoj se barrierat kryesore të komunikimit mes njerëzve janë barrierat e paragjykimit. Edhe nëse dikujt i drejtohesh me buzëqeshje, ashtu sikur se na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i drejtohesh me këto shprehje të mira, edhe e quan vëlla, ose e quan zotëri, ose i drejtohesh me zë të butë, pa lënë hapësirë që ai të ndihet i provokum, ose i kërcnum, ose çfarë do të qoftë, ti me automatizëm ki me ndru diskursin, ki me ndru retorikën e komunikimit. Edhe unë e vrej në poezom, për arsye se ne jemi gjithë ditën, domethënë në çdo ditë të jetës sonë jemi në komunikim me njerëzit, jemi në përballje me ta në rrugën, në trafik, në shitblerje, në marrëdhënie të ndryshme, shkon me e kry një punë dikon, gjithmonë domethënë ki komunikim me njerëz, edhe ajo çësia fillestare e jep atë orientimin, madje edhe të epilogut. Puna funit edhe mund të kryhet ose mund të mos kryhet, por nuk kemi pse ndahemi si armiq, si kundërshtar, si njerëz me urrejtje, kemi mundësi të ndahemi si miq, ose të paktën si njerëz që mirë kuptohen edhe nëse një gjë nuk bëhet. Krejt kjo, pra arrihet me atë komunikim, duke respektu etikën e një komunikimit mirëfillt, të cilin na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.